Dhe në vërtet kemi edhe rritje të numrit të fëmijëve të diagnostikuar me autizëm. Sot statistikat kanë shkuar 1 në 31 fëmijë, sot diagnostikohen, po, dhe 1 në 4 është, le të themi ajo, frekuenca nga djem tek vajzat, dhe por jo vetëm kjo, çfarë unë vë në re në punën time të përditshme, jo vetëm shtimi i rasteve të fëmijëve me autizëm, por kemi dhe shumë vonesa zhvillimore të tipit. Fëmijët e cilët vinë me problematika gjysore, me vonesa gjysore, por fëmijë që janë shumë të mbyllur, fëmijë që janë të mbyllur në pjesën dhe të izoluar tek vetvetja, fëmijë jo shumë social. Fëmijë të cilët nuk din ta ndajnë marrëdhënien me tjetrin, nuk din ta ndajnë marrëdhënien me bashkëmoshatarët. Domethënë jo vetëm fëmijë me çrregullime të spektrit, por edhe vonesa gjysore, fëmijë patjetër që janë shumë hiperaktiv. Se kanë dëgjuar shpesh të periudhë. Është shtuar shumë numri i fëmijëve që vinë dhe ne i vlerësojmë me hiperaktivitet, po ndoshta është edhe ajo që the ti që është bërë kjo jeta, patjetër që pjesa e internetit, pjesa e celularëve që është e pandar, modeli që ato shikojnë në rëndom. Ky podcast është prodhim i Onovos.